90 e sëmundjeve detër zhduken, kthimi i memorisë dh truri rinovohet. Në një botë ku stresi, ushqimi i keq dhe ambienti i ndotur po ndikojnë çdo ditë në shëndetin ton, është e lehtë të ndjehemi të pafuqishëm përballë sëmundjeve. Por shkencëtarët kanë bërë zbulime të jashtëzakonshme që tregojnë se truri ynë ka aftësi të jashtëzakonshme për të rigjeneruar vetveten. Dhe dieta jon ka një rol kyç në këtë proces. Sipas studimeve të fundit dhe analizave mbi më shumë se 250.000 trura njerëzish, ekzistojnë disa ushqime që jo vetëm që përmirësojnë kujtesën dhe fokusin, por gjithashtu mund të ndihmojnë në parandalimin e kancerit dhe sëmundjeve kronike. Nëse mendoni se është vetëm një premtim, mendoni përsëri. Shumë njerëz kanë raportuar ndryshime drastike në shëndetin e tyre, përfshirë rritjen e energjisë, kthimin e memories dhe një ndjesë të përgjithshme mirëqenie brenda vetëm disa javësh nga ndryshimi i dietës. Pse truri është organi më i rëndësishëm? Truri është organi më kompleks në trupin e njeriut. Ai kontrollon çdo funksion, nga frymëmarrja dhe rrahjet e zemrës tek mendimet, emocionet dhe kujtesa. Megjithatë, shumë prej nesh nuk i japin trurit vëmendjen që i duhet. Ushqimi i keq, mungesa e gjumit, stresi dhe toksinat e ambientit mund të dëmtojnë qelizat nervore dhe të pengojnë procesin e krijimit të lidhjeve të reja neuronale. Kur qelizat e trurit nuk marrin ushqimin dhe oksigjenin e duhur, ato fillojnë të dëmtohen dhe të vdesin. Kjo mund të çojë në probleme të kujtesës, mungesë fokusimi, depresion dhe në raste më të rënda, në sëmundje si Alzheimer, Parkinson dhe forma të ndryshme të kancerit. Por e rëndësishmja është se truri ka një aftësi të jashtëzakonshme për të rigjeneruar vetveten. Kjo aftësi quhet neuroplasticitet, dhe është arsyeja pse ushqimi i duhur mund të bëjë një ndryshim kaq të madh. Me ushqime që përmbajnë antioksidant, omega-3, vitamina dhe minerale, mund të stimulojnë prodhimin e qelizave të reja dhe të mbrojmë ato ekzistuese nga dëmtimi. Sëmundjet që mund të zvogëlohen me ushqim të mirë. Shumica e sëmundjeve që prekin trurin dhe trupin ton janë të lidhura me inflamacionin dhe dëmtimin e qelizave. Këtu janë disa nga më të zakonshmet. Sëmundjet neurodegenerative, si Alzheimer dhe Parkinson. Këto sëmundje shpesh fillojnë me humbje të kujtesës dhe përparojnë në probleme më të rënda mendore dhe fizike. Studimet tregojnë se antioksidantët dhe yndyrnat e shëndetshme mund të ngadalsojnë procesin e degenerimit të qelizave nervore. Kanceri. Kanceri ndodh kur qelizat e trupit fillojnë të rriten pa kontroll. Ushqimi i pasur me antioksidant, përbërës bimore dhe fibra mund të ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit dhe të mbrojë atë nga dëmtimet që mund të çojnë në kancer. Problemet e kujtesës dhe të përqendrimit. Shumë njerëz përjetojnë humbje të përqendrimit dhe harresa të shpeshta si rezultat i ushqimit të keq, stresit dhe mungesës së gjumit. Ushqime që nxisin prodhimin e neurotransmetuesve dhe përmirësojnë qarkullimin e gjakut në tru mund të rikthejnë kujtesën dhe fokusin. Sëmundjet kronike si diabeti dhe hipertensioni. Ushqimi ka një ndikim të drejtpërdrejtë në nivelet e sheqerit në gjak, tensionin e gjakut dhe shëndetin e përgjithshëm të trupit. Kur truri merr ushqim të shëndetshëm, trupi gjithashtu funksionon më mirë dhe ka më pak gjasa për të zhvilluar sëmundje kronike. Si e lidhin shkencëtarët dietën me rinovimin e trurit? Pas analizave të më shumë se 250.000 trurave, studiuesit zbuluan se njerëzit që konsumonin rregullisht ushqime të pasura me antioksidant dhe yndyrna të shëndetshme kishin një aktivitet më të lartë të trurit, kujtesë më të mirë dhe një nivel më të ulët inflamacioni. Në fakt, disa pjesëmarrës raportuan ndryshime të dukshme brenda vetëm 2 muajsh. Ekspertët shpjegojnë se truri ka nevojë për 3 lloje kryesore të ushqimit. Antioksidant luftojnë radikalet e lira që dëmtojnë qelizat. Acidet yndyrore omega-3 ndihmojnë në formimin e membranave të qelizave nervore dhe përmirësojnë komunikimin mes tyre. Vitamina dhe minerale mbajnë qelizat aktive dhe të shëndetshme, duke ndihmuar në rigjenerimin dhe mbrojtjen e tyre. Kur këto 3 komponent janë të pranishëm në dietën tuaj, truri fillon të funksionojë më mirë. Kujtesa përmirësohet dhe rreziku i sëmundjeve zvogëlohet ndjeshëm. Pse vetëm dieta nuk mjafton? Është e rëndësishme të kuptojmë se dieta është vetëm një pjesë e ekuacionit. Për një truri të shëndetshëm, duhet të kombinojmë gjumin e rregullt. Gjumi i mirë i natës është thelbësor për rigjenerimin e qelizave nervore. Aktivitetin fizik, ushtrimet rrisin qarkullimin e gjakut dhe ndihmojnë trurin të marrë më shumë oksigjen dhe nutrient. Menaxhimin e stresit. Stresi i lartë kronik mund të shkaktojë dëme të përhershme në qelizat nervore. Marrjen e ujit të mjaftueshëm. Truri përbëhet nga 75 i ujë dhe dehidratimi ndikon në funksionin e tij.
Kombinimi i të gjitha këtyre faktorëve me ushqimet e duhura mund të bëjë mrekulli për shëndetin e trurit dhe të trupit tuaj. Në pjesën tjetër, do të zbulojmë 5 ushqimet magjike që shkencëtarët identifikuan se bëjnë trurin të duket më i ri, rrisin kujtesën dhe ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve. Secili nga këto ushqime ka një funksion specifik dhe përdoret nga njerëz të shëndetshëm dhe të sëmur për të rikthyer energjinë dhe vitalitetin. Rrisin kujtesën dhe përqendrimin. Përmirësojnë humorin dhe energjinë. Nxisin rigjenerimin e qelizave nervore. Zvogëlojnë inflamacionin dhe rrezikun e kancerit. Më poshtë do të detajojmë secilin prej tyre dhe mënyrën se si duhet i konsumoni për të marrë maksimumin e përfitimeve. 1. Salmoni dhe peshqit e tjerë të pasur me omega 3. Pse është kaq i rëndësishëm? Acidet yndyrore omega 3, veçanërisht DH dhe P, janë përbërës kyç të membranave të qelizave nervore. Ato ndihmojnë në komunikimin mes neuroneve dhe përmirësojnë fleksibilitetin e trurit, duke e bërë më të lehtë të mësoni dhe të mbani informacion. Përfitimet. Rrit kujtesën dhe koncentrimin. Redukton inflamacionin në tru dhe trup. Zvogëlon rrezikun e sëmundjeve neurodegenerative dhe kancerit. Si ta konsumoni? 2-3 herë në javë. Salmon, troft, sardele ose skumbri. Mund të kombinohet me sallata ose perime të pjekura. Për ata që nuk konsumojnë peshk, suplementet me omega 3 mund të jenë një alternativë. 2. Arrat dhe farat. Pse janë të fuqishme? Arrat dhe farat përmbajnë yndyrna të shëndetshme, antioksidant dhe vitamina B që ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nervore dhe përmirësojnë qarkullimin e gjakut në tru. Përfitimet. Përmirësojnë funksionin kognitiv dhe kujtesën. Ndihmojnë në uljen e stresit oksidativ. Mund të reduktojnë rrezikun e kancerit dhe sëmundjeve të zemrës. Si ti konsumoni? Një grusht arra ose bajame çdo ditë. Farat e chia, farat e linit ose farat e susamit në kos, smoothie ose sallata. Mund t'i shtoni edhe në drithëra ose brumëra të shëndetshëm. 3. Perimet me gjethe të gjelbër. Pse janë të rëndësishme? Spinaçi, kale, brokoli dhe perimet e tjera me gjethe të gjelbër janë të pasura me vitamina, minerale dhe antioksidant që mbrojnë qelizat nga dëmtimi. Luteina dhe vitamina K veprojnë si ushqimi drejt për drejt për trurin. Përfitimet. Përmirësojnë funksionin mendor dhe përqendrimin. Mbështesin rigjenerimin e qelizave nervore. Reduktojnë inflamacionin dhe stresin oksidativ. Si ti konsumoni? Sallata të freskëta ose të avulluara. Smoothie të gjelbra me spinaq, kale dhe fruta të tjera. 3-5 porcione në ditë për rezultat optimal. 4 frutat e pyllit, blueberries, mantele, rushi kuq. Pse janë të fuqishme? Frutat e pyllit janë të pasura me antioksidant flavonoid që luftojnë radikalet e lira dhe përmirësojnë komunikimin mes neuroneve. Ato gjithashtu përmirësojnë qarkullimin e gjakut në tru. Përfitimet. Rrisin kujtesën dhe aftësinë për të mësuar. Përmirësojnë humorin dhe energjinë. Ndihmojnë në mbrojtjen kundër kancerit dhe sëmundjeve të zemrës. Si ti konsumoni? Një grusht fruta pylli çdo ditë, të freskëta ose të ngrira. Mund t'i shtoni në kos, smoothie ose drithëra. Kombinimi i disa llojeve jep efekt maksimal antioksidant. 5. Çaji i jeshil dhe çaji i gjelbër matcha. Pse është i fuqishëm? Çaji i jeshil përmban antioksidant të quajtur katekin që mbrojnë qelizat nervore dhe përmirësojnë funksionin e trurit. Për më tepër, L-theanina në çaj ndihmon në relaksim dhe përqendrim. Përfitimet. Rrit fokusin dhe kujtesën. Ndihmon në uljen e stresit dhe ankthit. Mbështet shëndetin e zemrës dhe metabolizmin. Si ta konsumoni? 1-3 filxhan në ditë, i freskët ose i ngrohtë. Mund të kombinohet me limon ose mjalt për shije. Matcha e veçantë mund të përdoret në smoothie ose latte të shëndetshëm. Si ti kombinojmë këto 5 ushqime? Për rezultate maksimale, konsumoni peshk të pasur me omega 3 2-3 herë në javë. Shtoni arra dhe fara çdo ditë si snack ose në vakte. Hani perime me gjethe të gjelbër çdo ditë, sidomos për mëngjes ose drek. Konsumoni fruta pylli çdo ditë, në mëngjes ose si snack. Pini çaj jeshil ose matcha për qetësi dhe energji. Në kombinim, këto ushqime jo vetëm që ushqejnë trurin, por gjithashtu ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve, rikthimin e kujtesës dhe rritjen e vitalitetit. Tani që kemi mësuar se cilat janë 5 ushqimet magjike që rinovojnë trurin dhe parandalojnë sëmundjet,
Është koha të krijojmë një plan praktik 2 mujor për të integruar ato në jetën tonë të përditshme. Ky plan është i thjeshtë, i përshtatshëm për të gjithë dhe nuk kërkon dietë ekstreme apo suplement të shtrenjtë. Shtylla kryesore e planit. Ky plan bazohet në 4 shtylla. Ushqimi i shëndetshëm, 5 ushqimet kyçe që përmendëm më parë. Aktiviteti fizik, 20-30 minuta ecje ose ushtrime të lehta çdo ditë për qarkullim të mirë të gjakut dhe oksigjenim të trurit. Gjumi i rregullt, 7-8 orë gjumë cilësor çdo natë për rigjenerim të qelizave nervore. Menaxhimi i stresit, meditimi, frymëmarrja e thellë ose kohë për vetveten çdo ditë. Kur këto 4 shtylla kombinohen, truri fillon të funksionojë më mirë brenda pak javësh. Kujtesa përmirësohet dhe energjia rritet ndjeshëm. Javët 1-2 nisja e trurit të ri. Ushqimi. Peshk me omega 3, 2 herë në javë, salmon ose sardele. Arat dhe farat, 1 grusht çdo ditë. Perimet me gjethe të gjelbër. Spinaq ose kale në çdo vakte. Frutat e pyllit, 1 grusht çdo ditë, mëngjes ose snack. Çaji i jeshil, 1 filxhan në mëngjes, 1 në pasdite. Aktiviteti fizik. 20 minuta ecje shpejt çdo ditë ose yoga e lehtë për qarkullim dhe fleksibilitet. Gjumi dhe relaksimi. Shtrihuni në të njëjtën orë çdo natë. Praktikoni frymëmarrje të thellë para gjumit për të ulur stresin. Rezultatet e pritshme. Rritje energjie. Fokus më i mirë. Reduktim i ndjeshëm i stresit. Javë 3-4 forcimi i trurit dhe kujtesës. Ushqimi. Peshk 3 herë në javë. Sallata me perime të gjelbërta çdo ditë. Frutat e pyllit të kombinuara me ara si snack. Çaj jeshil ose matcha për rritje të përqendrimit. Aktiviteti fizik. 30 minuta ushtrime të lehta ose ecje e shpejtë. Shtoni ushtrime për koordinim, si not ose valle të lehta. Gjumi dhe relaksimi. Meditoni 5-10 minuta në mëngjes ose pasdite. Sigurohuni që dhoma e gjumit të jetë e errët dhe e qetë. Rezultatet e pritshme. Kujtesa fillon të rikthehet. Përmirësim në humor dhe qarkullim. Truri është më i mprehtë dhe i energjizuar. Javët 5-6 rigjenerimi i thellë. Ushqimi. Peshk 3-4 herë në javë. Smoothie me fruta pylli dhe perime të gjelbra. Arat dhe farat në mëngjes ose snack pasdite. Çaji jeshil çdo ditë. Aktiviteti fizik. 30 minuta ushtrime të moderuara. Mund të shtoni edhe ecje në natyrë për oksigjenim të plot. Gjumi dhe relaksimi. 7-8 orë gjumë çdo natë. Praktikoni frymëmarrje të thellë ose meditim për reduktim të stresit. Rezultatet e pritshme. Kujtesa e shkurtër dhe e gjatë më e fortë. Përqendrim dhe kreativitet më i lartë. Zvogëlimi i inflamacionit dhe ndjesit të përmirësuara të energjisë. Javët 7-8 stabilizimi dhe përmirësimi i përhershëm. Ushqimi. Integroni 5 ushqimet magjike në çdo vakte kryesore. Eksperimentoni me receta të reja për të mos u mërzitur. Aktiviteti fizik. Ushtrime të rregullta 30 minuta. 5 ditë në javë. Kombinoni kardio, koordinim dhe ushtrime të forcës. Gjumi dhe relaksimi. Mbani një rutinë të rregullt gjumi. Praktikoni aktivitete relaksuese për të ulur kortizolin, hormoni i stresit. Rezultatet e pritshme. Truri duket më i ri dhe funksionon më mirë. Kujtesa është kthyer dhe më e qëndrueshme. Rreziku i sëmundjeve zvogëlohet ndjeshëm. Truket praktike për të mbajtur trurin e ri dhe shëndetin e përgjithshëm. Tani që kemi kaluar planin 2 mujor dhe kemi mësuar 5 ushqimet magjike, është koha të shohim disa këshilla praktike dhe truke për ta bërë këtë proces më të lehtë dhe të qëndrueshëm në jetën e përditshme. Këto janë hapa që shumë njerëz nuk i dinë dhe shpesh prishin rezultatin e arritur në javët e mëparshme. 1. Mbani një plan të thjeshtë ditor. Nuk ka nevojë për dieta komplekse apo receta të komplikuara. Mjafton të keni një listë të vogël. Peshku 2-4 herë në javë. Arat dhe farat çdo ditë. Perime të gjelbra çdo vakte. Frutat e pyllit 1 grusht çdo ditë. Çaji jeshil 1-2 filxhan në ditë. Mbajtja e një plani të thjeshtë ju ndihmon të mos harroni asnjë ushqim dhe të krijoni rutinë të qëndrueshme. 2. Kombinoni ushqimin me aktivitet fizik. Ushqimi i shëndetshëm është i rëndësishëm, por truri ka nevojë edhe për lëvizje. Aktiviteti fizik rrit qarkullimin e gjakut dhe oksigjenimin e trurit, duke ndihmuar qelizat nervore të rigjenerohen.
Ecje 20-30 minuta çdo ditë. Yoga ose meditim aktiv për përqendrimin. Ushtrime koordinimi si valle ose not për fleksibilitet dhe funksion të trurit. 3. Gjumi dhe relaksimi janë qelësi. Truri nuk rinovohet vetëm me ushqim. Gjumi I rregullt është thelbësor për rigjenerimin e qelizave nervore dhe kujtesën. 7-8 orë gjumë çdo natë. Frymëmarrje e thellë ose meditim para gjumit për uljen e stresit. Mbani rutinë të përditshme. Ora e gjumit dhe ora e zgjimit e njëjta çdo ditë. 4. Mbani motivimin dhe monitoroni përparimin. Shumë njerëz fillojnë mirë, por humbasin motivimin pas disa javësh. Këto këshilla mund t'ju ndihmojnë. Mbani një ditar ushqimi dhe shënoni çdo vakte. Shënoni ndryshimet e kujtesës, energjisë dhe humorit. Krijoni sfida të vogla, si të provoni një recetë të re çdo javë. Bashkohuni me një grup ose partner për motivim të ndërsjellë. 5. Gabimet që duhet të shmangni. Mos e nënvlerësoni gjumin, edhe një dietë perfekte nuk mjafton pa gjumë. Mos harroni aktivitetin fizik. Truri juaj ka nevojë për qarkullim të gjakut. Mos konsumoni ushqime të përpunuara në sasi të mëdha. Ato mund të neutralizojnë efektet pozitive. Mos harroni ujë, dehidratimi ul funksionin e trurit dhe energjinë. 6. Rezultatet që mund t'i prisni pas 2 muajsh. Nëse ndiqni planin dhe këshillat e mësipërme, kujtesa do të kthehet dhe do të jetë më e fortë. Përqendrimi dhe fokusimi do të përmirësohen dukshëm. Energji më e lartë dhe humor më I mirë. Zvogëlimi I inflamacionit, stresit dhe rrezikut të sëmundjeve. Truri do të duket më I ri dhe vitaliteti I përgjithshëm I trupit rritet. Përfundim. Ky plan nuk është një mrekulli e menjëhershme, por është një strategji e provuar shkencërisht për të rigjeneruar trurin dhe për të përmirësuar shëndetin tuaj të përgjithshëm. Me 5 ushqimet kyçe, aktivitetin e rregullt fizik, gjumin e mjaftueshëm dhe menaxhimin e stresit, 90% e sëmundjeve mund të shmangen dhe truri juaj do të rikthehet në një gjendje më të fortë dhe më të shëndetshme.